Në faqen zyrtare të Big Brother VIP në Instagram është publikuar një video që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e fansave, ku shfaqen Miri dhe Selin në dhomën e rrëfimit, duke ndarë momente të çuditshme, por edhe shumë qesharake. Biseda fillon me një pyetje të Mirit: kush është më i rrezikuari që të dalë të shtunën nga shtëpia më e famshme në Shqipëri? Pa u menduar dy herë, Selin përgjigjet me një buzëqeshje: unë. Reagimi i Mirit është i thjeshtë: bravo, duke treguar një marrëdhënie të ngrohtë dhe miqësore mes tyre. Më pas, dy vendosin të bëjnë një foto për t'ia treguar fansave, ku nuk mungojnë batutat dhe qeshjet që e bëjnë atmosferën në shtëpi më të ngrohtë. Selin nuk heziton të jap udhëzime për foton, story në Instagram, tag Miri, ndërsa afrohen për të kapur momentin perfekt. Fillojnë edhe bisedat e vogla: o Miri, kemi ardhur të sqarojmë produksionin, thot ajo, ndërsa Miri qesh dhe i përgjigjet: po, ata janë sqaruar, duhet të sqarohemi ne. E din shumë mirë, na shohin gjithë kohës. Momenti kulminant vjen kur diskutojnë distancën për foton. Selin tregon katërgisht, ndërsa Miri shton me humor: po mos i hap gishtat të paktën. Ky dialog i thjesht, por plot sharm, tregojnë një tjetër anë të banorëve më të afërt dhe shumë njerëzore, duke rikujtuar se pas dramave dhe intrigave në Big Brother VIP, ka edhe momente të lehta dhe të sinqerta që shfaqin personalitetet e vërteta të tyre.